Ku ta vesh? Ku? Momentin që ra zonja. Po isha jo në momentin që ra zonja. Unë isha pak më vonë, masi më njoftuan që kishte rënë një zonjë dhe pash nga që s'mund të ndihmoj nga sipër, atëherë shkova në krahun tjetër, brenda një minute dhe ndihmova zonjën. Zonjën e gjeta me buzët, pak të zira dhe qafën thuajse të përthyer nën vete. Po mirë që kishte rënë mbi disa dega që kishte dikush poshtë. Dhe ndoshta ato degat e shpëtuan disi. E stabilizova shenjat jetësore dhe pastaj kërkova ndihmë sepse s'mund ta lëvizja vetëm, sepse ishte një vend shumë i keq nga ato dega dhe s'mund ta lëvizja trupin vetëm. I stabilizova qafën, prita sa erdhi ndihmë nga një mik i familjes saj, së bashku me atë mikun e familjes, e nxorë me shumë vështirësi nga ato degat që janë aty poshtë dhe pritëm ndihmën e shpejtë. Erdhi ndihmë e shpejtë, pastaj edhe bën ata gjithë të tjerat. Zonja po bënte foto? Ishte me shenja jetësore dhe ja la me shenja jetësore. Gjithashtu po bënte edhe lutjet e saj në musulmane, lutjet musulmane së bashku me mikën e familjes. E huaj ishte për shqiptare? Nuk e di. Unë thjesht 2 minuta vetë ndihmova. Pastaj erdhi ambulanca. Pastaj erdhi ndihma shpejt dhe ata i dhanë gjërat më konkrete. Faleminderit. Ora është diçka që mund ta bënte gjithkusht, ndoshta dikush do ta bëjë nëse për mua apo për ju.